Por nata e Kadrit pra është 10 ditën e fundit netët teke. Ajo është një natë e madhe dhe mirë për atë që e humb begatinë e saj. Gjëja e parë që duhet kërkuar me të madhe dhe s'duhet humbur, sepse nata e Kadrit, vëllezër motra të nderuara, ju begatofti i madh i Zot, nata e Kadrit do të çojë miliona dhe miliarda muslimanë në xhenet. Po. Inna anzalnahu fi lejletil qadri, wa ma adrake ma lejletul qadri, lejletul qadri khairun min alfi shahr. Tha ne zbritëm Kur'anin natën e Kadrit, mësoj ti Muhammed, ku mund të guxosh ti t'ja për se ç'është ajo? Kush mund të guxojë të flasë për natën e Kadrit? Ku din ti ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Ty të bekofti i madh i Zot, që je me të madh i Zot dhe e ke besuar me sinqeritet atë. Natën e Kadrit ti do marrësh shpërblime të mëdha, siç i ke marrë inshallah në të kaluar dhe do marrësh edhe në të ardhmen. Dhe imagjinojmë peshorën e madhe ditës gjykimit kur të vendosen shpërblimet e natës Kadrit, me miliona, me miliarda do shkojnë në xhenet prej saj, sepse mirësitë e veprave të mira në atë natë i mundin të qijat që mund të kenë bëu muslimanë dhe muslimanet. Prandaj mos e humb kurrë. Kërkoja atë çdo natë tani, bën ibadet, bën vepra të mira. Se i madhi Zot ka përgatit me mëshirën e vet hyjnore, ka përgatit në këtë natë mirësi të pafundme. Se i madhi Zot ka përgatit me mëshirën e vet hyjnore, ka përgatit në këtë natë mirësi të pafundme.